Kur bota ishte mbuluar nga errësira e shirkut dhe zemrat ishin të lidhura pas idhujve prej gurje druri, një djalosh u ngrit me zemër të pastër dhe mendje të kthjellët. Ai ishte Ibrahimi a.s., miku i Allahut subhanahu wa taala, babai i pejgamberëve, shembulli i bindjes së plotë dhe sakrificës së lartë. Ai nuk ju nështrua presionit të shoqërisë, as frikës nga pushteti, por qëndroi i palëkundur në të vërtetën. Rruga e tij ishte rrugë e provave, por edhe besimit të thellë. Rrugë e vetmisë në tokë, por e dashurisë së madhe nga qielli. Historia e Ibrahimit është një thirrje për çdo zemër që kërkon sinqeritet, guxim dhe dorëzim të plot ndaj Allahut, Zotit të botrave. Ibrahimi a.s., miku i Allahut subhanahu wa taala, babai i gjithë pejgamberëve. Një njeri me vlera të mëdha, i cili u përball fillimisht në familjen e tij me babain e tij, i cili babai i tij ishte ai që gdhente gur dhe ata gur i shndronte në zotra. Sfida më e madhe ishte se njerëzit nuk donin me besu. Njerëzit adhuronin gur, drojnë, çka do që i viken para tyre, ata e merrnin si zotra. Disa prej tyre adhuronin diellin, disa prej tyre yjet, disa prej tyre hënën, dhe kështu ishte besimi i tyre. Sigurisht ishte edhe më vonë besimi i atyre që i ndërtonin zotrat e tyre dhe prej hurmave dhe kur mbetshin pa ushqim e hanin zotin e tyre. Pra besim kot i cili u shkatrua me kalimin e kohës. Ibrahimi a.s., një djalosh që nuk u përmente me emrin e tij, mirë pa Allah subhanahu wa taala përmente me emrin e tij Ibrahim. Një njeri që sakrifikoi për Allah subhanahu wa taala dhe ju nënshtrua urdhrit të Allahut edhe për me sakrifiku birin e tij Ismail a.s. Një njeri që ndërtoi Qabën, këtë Qabë që ne do të bëjmë ibadet deri kur takojmë me Allah subhanahu wa taala. Njeri i vlerave, njeri i besimit, baba i gjithë pejgamberëve. Andaj Ibrahimi a.s. zën një histori shumë të madhe, mirë, por përballja e tij me popullin e tij ishte një përballje shumë e madhe dhe ishte shumë sfiduese. Edhe atëherë, kur populli i tij e humbi atë betejë ndaj Ibrahimit a.s., mirë, po ishin kokë fortë se nuk dëshin me pranu realitetin dhe të vërtetën, pavarësisht se ata e dinin që ata gurë dhe drojnë që i merrnin për zotra nuk kishin as një vlerë të vetme, as nuk na sjell dëm as dobi, por ne do mi adhuru këta. Dhe dinin që me ata që po vjen Ibrahimi a.s. ishte një vërtetë e pamohuar, mirë, po mosbesimi dhe kufri ishte ajo që i kishte kapluar zemrat e tyre. Andaj edhe erdhi koha ku humbi durimi i popullit Ibrahimit a.s. dhe morën në ndezën një zjarr të madh gjigant në vendin e tyre dhe e hodhen Ibrahimin a.s. zjarr. Gjatë hudhjes ju afru Gjibrili a.s. dhe i tha, a dëshiron ndihmë t'jap? E Ibrahimi a.s. me tregoi se nga kush e dëshiron ndihmën. Një mesazh shumë i madh për neve, që mos me haru asnjëherë pavarësisht fuqisë që kishte Gjibrili a.s. Ibrahimi a.s. tha, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mjafton mua Allahu, ndihma ti mjafton. Kjo është ato çka unë e du, se për qëtë Allah këta po dojmë më dërgu mu në zjarë. Dhe une jom pajtu me Allah subhanahu wa taala, prej momenti që Allah unë ka përgjedh për pejgamber, unë jom pajtu që kjo rrugë ka sfida, ka probleme, ka vështirësi, andaj edhe nuk e kam shumë gojle edhe nëse bin zjarë, por unë du me të tregu që mu mjafton Allahu pavarësisht gjendjes që e kam. Pavarësisht gjendjes që na ka plan, ne duhet me ditë se kthimi është vetëm te Allah subhanahu wa taala. Ai neve na mjafton. E kush i mbështetet Allahut, thot Allah subhanahu wa taala, Allah i mjafton atij. E rëndësishme është jepja zemrën dhe bindjen tonë te Allah subhanahu wa taala. Andaj dhe Allahu kështu na drejtohet. Fema dhannukum bi rabbil alamin. Çfarë mendimi keni për Zotin e botrave? I ke provu gjitha gjërat, gjithë njerëzit, gjitha alternativet, mirë, por nuk ke gjetë preje të askush. A nuk është momenti që mi u kthy Allahu dhe me mendu për Allahun, o Allah, ti po më nevojitesh, ndihma jote po më nevojitet. Ajo çka unë du është vetëm te, o Allah. E atëherë Allahu tregon nga dëshmërinë e tij për robin, që robi i drejtohet me zemër të thyer, me probleme të mëdha dhe sfida dhe prekupime që ata rrethojnë. Andaj, pavarësisht që është të shku drejt zjarrit, e kujtoj Allahun. Ne shumë herë shkojmë drejt zjarrit, ne shumë herë shkojmë drejt humnerës, ne shumë herë shkojmë drejt shkatrimit. Po mos harrojmë se ai cili na nxirr ka kjo gjendje është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Andaj do të themi hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mjafton Allahu. Ai është ndihmësi më i madh, ai është ndihmësi më i mirë, ai është ajo që neve na nevojitet për me kënaq jetën tonë me Allahun krijuesin e botrave tona.